ndryshe në Top Albania Radio. Jeta vjen 2 herë në jetë. Edhe ai vjen 2 herë në studion tonë. Ai vjen për herë të dytë në studion tonë me hapin që doli nga shtëpia e Big Brother. Ashtu si doli, ashtu do hyr këtu. Me atë ecje fantastike, zonja dhe zotrin, mirë prisni në ndryshe në Top Albania Radio, Artan Kola! Hajde tanca, hajde se Po bosi. si si erdhe kështu je, si Ç'është kjo? Ç'është kjo puthje kështu? E do kështu, ma e do kështu. Si ai Po kujto se do riu si brikena unë të rasëm. Edhe pak derën se edhe ke shtëpia e Zër vend i dashur. Me që ky emision sigurisht jo vetëm ky, por çdo emision Top Albania Radios është në stacionin 10 digital. Besoj po na shohin tani. Po na shohin tani, pan për shafimin me Artan Kola. Tani një gjë kam, pa fillu fare. E mbylla. Më s'kam dalë se ke këto flokë, kështu të zeza, unë nuk di që të them. Pëlqejnë ty flokët e tu? I para herë, flokët më mirë se ty i kom mirë. Më mirë se mu i kanë gjithë. Po pra, një. Kështu që ti po. E dyta. E dyta. Me thonë drejtën, kur më thaj Jon Syles, ja përshëndet shumë. Ha. Shpejt ritëm tani. E më thaj që tama do të dy, unë do të pëqeth, unë e bam bum. Okej, thashun, kur shofun vetëm pasyrë, mos, sa bukur më pas ka qetë, më duket se... Pse, ti nuk e di që do t'i lynte ai? Jo, po fare, ti vetëm ishe tunet? Jo, unë dje se si shumë, se po. Se po t'jesh shu, hajde. Po kur i peqë mbaron, Jo, tha ma le mund dorë, tha se jam mjeshtë. Kur shofun, ta më pasyrë, au. Tash me vete uftova tashun, mardhifa tashun. Qa do me thë, që ike e sonte? Dola për reklamën, do jap do dal për jashtë tash, si do dalsh për jashtë. Ika tash. Tash i bëj thirrje gjithë 50 vjeçarëve, që e si puna ime, të lyen si unë, karakines që shtojshin kohën tonë. Karakines. Ballabox ka qenë një ballabox. Po jo. Ballaboxi ka qenë veshin tasin, ka qenë tas që hashin për shesh kështu alumini. Po vetë kështu dhe O, zonë. tas alumini. Jemi të lasën e të dy, prandaj. Brezi, djegur, Mirë se erdhe Tan Kola. Do me thënë flokët, the ti, me këto flokë unë do dalë sa ta ha i ka Po, nonja thash, Ka në gjë që shko? Prej të rregulloj unë qike. O, bramo. Si bukur i dhe jo të këto hashtë. Po pse se më bukur dhe jo? Hashtë. Tani si ndihesh tani? U qetësove apo je akoma nën efektin e Big Brotherit? Pa gjumësi, kështu gjërash, zihesh kollaj apo jo? Jo, s'është puna e zihesh kollaj, në fakt me thon drejtën dhe miqtë e mi që kam afër, prap vazhdojnë të më pyet Big Brother, fillojnë ato të mbo ato si profesor doktori. Po, që pyetën se bone kështu se bone kështu tamam, po. Dhe ditën e parë i bona unë sigurisht Big Brother. Fillova me ato Big Brother, tu bërti tu në çfarë do bëjmë valla? Big Brother pra. Si Big Brother po thash. Përderisa ju po më çpeni hiku Big Se Brother. gjithë japin mend kur dele, Se shpuna e menjës valla. Dole nga ajo shtëpi? Po. Ul qepenin. Zlla vazhdo. Ti nuk do ta ulësh qepenin edhe për minimalisht një vit tjetër dhe mbaje mend këtë që po them unë, do flisni gjatë për Big Brother. Një herë Big Brother, gjithë puna Big gjithë më Brother. ngel qepenin e lekëve moj. Po pra. Tani duhet të shfrytëzosh Big Brotherin, famën tënde për lek. Se shpuna për lek po. Për lek, domethënë për të mira. Për të mira kam thënë. E ke përsëritur fjalën o zot çom zero? Të lutem shumë më shpjego momentin më epik. Domethënë kam parë 15 vite, 20 vite Big Brother, një njeri që të dali nga shtëpia e Big Brother në mënyrën që dole ti me një ecje, si quhen këto, kështu si ushtarake, kalorsiake, si quhen këto. Nisa ajo. Vendose pak lutem Alice, ishte moment. Unë nuk e kam parë, kështu që do ta shoh. Të lutem Salsano shife dhe më thuj o Elona ke drejt, njëri kështu nuk ka dalë. Do të flasësh ti Salsano i pari. Do flasësh ti i pari. O sa e shumë. Artani. Artani më vjen keq. Shisa është knaq Salsano. Pusha. Ai falë, Senaldo. Se nuk iku Nikol. Prit. O knaqesh. Artani largohet nga shtëpia me sa po kuptoj, nuk kërkon të takoj askënd. Artani pres në studio. Epike fare. Shive çik Mateon, shive çik Pasha filmi. Po leç, më duhet më tjerët, më duhet shoku im aty. Shive Senaldon, se thash Mateon, me Nikol. Po pse ashtu iket, nejte 100 ditë me ata njerëz. Një dorë, një përqafim. E pe veti.
shumë mirë ishte. Ideja ashtu. Pavarësisht për Se unë e di që ti je çuni dash. Për te lojës, s'është punë qytetarie, ishte një formë proteste. Që këto për mua që ishin s'dojshin se u pyetën, e doni tanë jo vet banorët s'donin, po hikën, pse do t'i jap dorën atë, për çfarë syje? Po ai është një lojë më tan. E dyshimt. Jo lojë e dyshimt. Loja ishte super lojë. Çdo gjë ishte, domethënë, jo, po them e dyshim që ishte lojë. Mund të ishte se ky shinat personal. Lojë ka njerëz që e konsiderojnë reality, ka njerëz që e konsiderojnë vetvetja. Ajo vetvetja paktën 60-65% njerëzit janë vetvetja aty, sepse cili ka rolin dhe aktrimin e vet. Edhe një regjisor kur bën një film me Portokallinë diçka, regjisori diçka thotë ti do bësh te Salsano, do bëj Gagaçin, ky do bëj Gjini Portokallis, atë e kuptova, domethënë gjithë kishin nga një rol. Në jetën e vet e kanë gjithë nga një rol. Dhe në atë rol që janë prapë si njerëz, pra 65%. Edhe unë nëse gjërat e mia që janë aty, që kam pa unë dhe publiku besoj se. Ku ka qenë aktrimi jot më i madh aty? Ku aktrove ti? Aktrimi më i madh është fillimi, domethënë në pjesën deri në pjesën parë Luisi. Në momentin që erdhi Luisi, unë mendova që ky do ishte, brenda dhe u gëzova në vetvete. Shqyr sepse aty po bija dhe vet. Po sa i të mori dhe ty kështu si ti patronazhi, në një lojtar të vetëm. Po prapë bëni një gjë shumë keq ai, sepse më trahtoi iku prapë. Unë thash se ishte vërtet. Nda aty ai iku aty. Po miti, nuk ishte var nga dikush tjetër, nuk i var shpresat ke hyn Big Brother, përballoi vet. Po ma ka diçka, un kam mundësi dhe tash duke biseduar në emision, sidomos kur të shoh ty si edhe aktor humori gjithmonë, un për 10 minuta të nxjerr edhe nga takti. Dhe unë nuk lidh as me knu, as me Barsalet, as lloj gjë, sepse futa funit un jam një artist, dhe artistët atë që e japin për atë që e pëlqejnë. Kurse kur e shef që nuk të pëlqen, s'mund të thosh ti knosh Rogertit. Ai knohet Rogertit, ai tregon Barsalet Rogertit e mirit. Ai knohet Brikenit. Kjo është sfida atançe. Po tash unë jam artist vlla, nuk arriun aty me bosh faqe për një njerëz që s'e do. Se nëse nuk e do, atëherë do të thotë që un jam thjesht një kloun cirkusi si Martha Stenaldo. Etj që gjithë secili nga ato kanë ofenduar. Ai ofenduar ti nga banorët të shtëpinë e Big Brother, ke marrë shumë ofendime, je ndjer her pas here, po unë ç'dua këtu, këto po mërzisin që janë këto fjalë ndaj meje, unë artist, kështu. Ndoshta aty e kam kuptuar vërtet që është lojë, sidomos pas Rogerti që është lojë shumë e rëndë, po shumë e rëndë sepse mbas hyrjes Rogertit. Po aty tash sa ai erdhi me shpatë madhe, po sigurisht. Po filloi edhe i acaroi gjithë, duke që acaroi secilin, atëherë marrin gjithë mendjen e Rogertit. Pra kur ke një njeri shumë të rënduar përballë një budalla, o do të përballesh me atë dhe të bësh budalla si punë. Ti mendon që është budalla Rogerti? Jo, apo bën si budalla? Është sherr budalla. Sherr budalla. Budalla shejtan. Po. Shejtan budalla kem pasur. Po, kështu diku. Dgjoj, tani që dole. Që tani e shef nga jashtë gjën. Ke një kështu, që pse se bëra kështu. Ja, atë hy dhe herë tash, sikur më thon, aty isha unë, ajo 80 vjeçare të bëjnë dhe unë herë nuse dhe pastaj e di si nuse. Çdo gjë është kur e kam thënë po jo, po çdo gjë është çfarë more. Unë duhet të themi diçka që nga ky Big Brother unë do të marr më të mirën. Ja ke marrë më të mirën tani, ja ke marrë më të mirën tani. Në 76 ditë, 77 ditë, nuk janë pak për të treguar veten, edhe atë artistin që ti thua, edhe për të folur për karrierën tënde, edhe momentin emocionues me Lilin me bashortën, dhe linjën tënde të jetës që ishte një jetë shumë e vështirë, Artan Kolës, humbja e prindërve, mungesa e vllajt e gjitha me radhë. Kështu që ne të morëm ty në 360 gradëshin tënd dhe realisht pam një artist dhe një emër dhe një mbiemër të nderuar, të respektuar. Pra, pavarësisht të gjitha atyre gjërave që kam pa tash, sidomos unë ka ngel menje shumë. Edhe pjesa kur tha Ledioni që duhet të hapim një kanal tretë, se na duhet për Artan. Mbaj këtu ke kanali, jeni ke kanali 10 për momentin, se ka publicitet. Edhe plus asaj tjetër. Ka publicitet mbaj. Ndryshe, në Top Albania Radio. Nuk ka. Është sipër asaj papagalli, e di vetë. Shiko tani, se kemi qesh aq shumë gjatë publicitetit.
Ja, vazhdoj qeshim. Po thoja i dashur Artan Kola. Po. Qesha më shumë gjatë publicitetit dhe ti je njeriu humorit i tavolinës, një artist që të kënaq. Po. Dhe ti në 76 ditë, 66 ditë ke qenë aq i lezetshëm. Jo 66, pak më poshtë. Po mirë, ma tash po bëj një rrumbullakosje, një 60 ditë. I lezetshëm ka qenë 20 ditë. Jo, zemra jo. A disha kujtova se tha për 69 ditë, e ke parasysh vetë. Kujdes. Më i lezetshëm. 72, mos thuaj, 69 dhe 72 jo. Po, jo. Më simpatik. Sidomos 6 mos në më fare. Ata marroj. Po. Po thosha, në shumë ditë ka qenë, sidomos në fillim në javët e para, aq i lezetshëm, aq simpatik. Më thënë drejtën, shumë lezetshëm. O zot, çfarë humori, kur tha vet Ledionin, na duhet një kanal numër 3 vetëm për Tan Kolën. Nuk di. Pse mërzotni e more kthesën? Pse muhabetin këto 2-3 javët e fundit? U bërej çik arrogant, u bërej çik negativ në kuptimin e fillove duke i radhë. Po të flas sikur nuk jemi në televizion edhe në radio. Po kujdes po më shapa fol. Jo, po të flas sikur jemi kafe të dy. Jo, do të thënë pse more kthesën ti aq simpatik, aq humor, aq pozitiv, aq gallat. Ç'a ndodhi me ty? Faktikisht, ke parasysh ku shko dysheza? Pse pra filloi dyshezat? U futën frenat. U futën frenat. E ke parasysh çfarë? Po frenadore s'kishe? Po çap tubi alkoolit, shkoj pedalin fund. Po qishe se çfarë? A kur çata? Për te shakave, çfarë ndodhi me ty? Se ky është një reality show, ky është një fenomen, është eksperimentale gjitha. Çfarë ndodh me njeriu që ka kështu kthesash, edhe kështu kalimesh nga e bardha në zezë, nga e zeza në të bardha, po quhet si dush. Mendoj se nuk shkova komplet e zeza? Jo. Ndosha shkova afër të zezës, po kalova prapë në gri. Apo në gri. Ke pjesa grigjo. Dhe në fund fare, pastaj atë mendoj që atë dali që bëre, ishte në formë proteste dhe për ato njerëz që ishin aty dhe mënyrën se si çfarë ndryshoi ke ty? Thjesht përveç asaj që jam humore, që kam humorin tim, këngën e tjerë, nuk më pëlqen shumë padrejtësia. Do thënë atë që e shoh keq ke dikush tjetër, më mirë ja them ashtu si e mendoj. Ç'a kishe me Mirin? Pse ju kundërvure Miri? Që në fillim Mir, Tulla, se që thoshe Mir, ku diun. Pse e pate me Mirin këtë kundërvënie? Ditën e parë, do të thënë kohë të para, se fillimi ishte normal me Mirin, se me çdo njeriu aty jam sjell shumë mirë. Kam qenë bujar në përgjithësi, ato gjëra që I dim, kemi pa shumë mirë, më ditem. Jo, si njeriu pra ta them. Atë pjesa e Mirit ishte nuk më pëlqeu pjesa e lojës që po bëndoi me kravatin. Nuk e di se si arriti, do të thonë shkoi vetëm nuk u hëll në kushtetut, as shumë në vota gjithë publikun që a kanë gjë këto dy apo jo? Referendum, bravo. Kanë gjë ata të dy apo jo? Sipas teje. Sipas meje ka loj, kishte, se tash s'ka gjë më për momentin, inshallah nuk kanë gjë, inshallah do zoti që se po pse çfarë punë prisht kanë gjë ose mos kanë gjë? A më fut koti. Si do të thonë, ai burri martuar 40 vjeç. Po ndjenjat janë ndjenja aty, s'ke sa bën. Nifen ndjenja në gjithë botën. Pse i ke pas shkruan ndjenjat ndonjëherë ti? Jo, instiktin e kam logjikën më të fortë se instinkti. Po se shpuna logjikës. Po, instinkti im më të thotë. Nuk ishte në këtë kuptim ç'a ka ç'a s'ka, se domethënë ne po komentojmë atë që shohim. Sipas teje, pse të shqetëson të ty krevati i Mirit, ai sa të kaloi ti Miro, kështu e ti Miro, ashtu e ti Miro, tulla. Dgjaj, unë kam ndjek atë si emision dhe më përpara. Kur flet dikush, sepse puna funit ka dhe dinamike dhe të folme dhe mënyra të shikumes. Nëse një vajzë shef dhe flet në një mënyrë pak jo shumë, mos më pëlqej për shemb mënyra në fillim kur e kam parë në televizion, kur ishim bashk, kur isha unë jashtë, kur rishim bashk, kur e fërkonte pak, kur fliste pak, ka dhe të folme e mënyra. Si isha dakord ti që një burr i martuar të bënte kështu? Domethënë, ti thua që ata të dy kanë pas një ndjenjë. Po, normal. Ajo më shumë apo ai më shumë? Ky sa ajo tull pra. Që këtu fillon tulla. Pra këtu e hongri tulla. Unë tull kuptoj për qeros. Po jo me tulla djegmi që ka pas bën fush atje në Vor. Ka djathtë që ishte plot. Çfarë mendimi ke ti për Rogertin? Apo atë që the shejtan budalla, ç'a the? Nuk duhet me thon drejtën, përderisa jam këtu nuk duhet të merrem shumë me persona tash, sepse jam nga jashtë dhe nuk duhet të bëj. Po gjykojmë se ti i njeh më mirë se i qen aty, ne çaj kemi paga. Nuk kam dëshirë të bëj analistin, sepse fundit ato janë loj, unë shoh nga jashtë. Okej, mirë flasim për ty. Bravo, fole pak më parë për Luizin, që erdhi Luizi, u bë dyshe deri në atë moment, ti po ndjeje pak dobësi. Luizi ty të ndihmoi në lojën tënde apo të
zhyti në lojën tënde, se disa prej banorëve aty, Rogerti e tjerë thanë, këti i prishi punë Luizi i prishi punë këti. Sipas teje, të prishi apo të rregulloi punë Luizi? Dgjoj. Faktikisht Luizi jo mu po ja erdhi si mesazh për gjithë banorët, sepse për secilit nga ato, sepse duke qenë afër aty me te, ishin në prezent për çdo gjë dhe të njëjtë mesazh kishte për gjithë. Bile në kur nuk më harrohet ke pjesa kur i tha Kunotës, Gretës, i tha ti e ke marrë misionin tënd, çdo gjë ti mund të vazhdosh. Për vete, për ty, ti dhe Luizi. Të tjerët i kemi parë gjitha çai tha Gretës, çai tha. Pra, e kuptoj për veten time mendoj që nuk është më ka ndihmuar shumë sepse ai më la hiku, nëse do ishte me mua do kisha një pas do të ikja aty të prishi punë. Ikja aty normal sepse ishte ju e besuat gjithë atë gjë. Po jo ishte edhe diferencimi. Sepse ikën Luizi, ka bërë një lojë shumë bukur, po to bën ortak bashk, dhe në momentin që unë kalova, hiku Luizi, eca një javë sipas Luizit dhe s'kisha forcë më me vazhdu lojën si për të ndodhur. Se ai është natyrë tjetër edhe ti natyrë tjetër. Jo, është puna natyrës. Po është puna natyrës. Luizi ka. Loja vazhdon, ti humor ditë bësh. Kur sa Salsano ke hy vetëm. Luizi forcën kam hy vetëm, doja ta tregoja vetëm, por Luizi kishte diçka diçka shumë të madhe. Në armën që kishte në atë kohë kur luajti lojën, lutë për atë që ke shtëpia valla. Për dashurinë, për gjë. E kuptova, po Luizi është një nga ato lojtarë që ishte gjithmonë në vendin ku bëhesh debati. Nuk shmante ai çdo gjë. Aty ku ishte debati, aty shkonte ai. Pastaj mënyra mënyra e interpretimit që i bën ai gjithë diskutimit, ku fut një batut humori, ku fut një barsalet që ka të bëjë me atë gjën që po ndodh aty, me ironizon, domethënë këtë të kishe marrë nga ai. Pra, kjo që thotë është shumë e vërtetë. Edhe i bim shkur, zdesha me fitu Big Brother. Shumë mirë. Zdesha me fitu. Po ta këtë do kisha fitu. Pra, po shumë mirë. Unë them tani Big Brother ti gjithë ajo që ka kaluar tani. Ti jetë tankola që do i vësh qepenin Big Brother dhe gjithë ata që kur dalin ti do i shikosh si njerëz që kanë qenë dikur jashtë, apo ti do kesh me Mirin për shembull, se ti mund të bashkëpunosh me Mirin, ti je këngëtar, ai është reper, ti mund të shikosh Miro, e kam bën. Mos me net ke cepi, se je çun tirone Miro, të ka hik lezeti, ka hik lezeti atë në bëm. Si ka hik lezeti fare janë në vend të parë në Top Awards, në 100 këngët më të mira, Miro mund ta kujtojmë apo të zgjojmë, mund ta kujtojmë çka ka thënë. Tankola ke ndryshe në tetor të 2025-s. Tetor 2025-s. Që ta din gjithë. Qa emisioni këtu, a? Jepi play. Ora një pyetje, do ketë në një dëshirë nga ju të hyjmë Big Brother për shkak të ke ofertë? Ua. Edhe mundë. Ti mund të hysh tani, po nëse ke ofertën? Po normal mos ka në gjë. S'ka në gjë? Edhe sa mi me qef e ka. Jo, nuk e ka me qef fare. Qyshe? S'më pëlqejnë, nuk më pëlqejnë ato 4 mure që rrim shumë herë, ato njerëz banorë që rrim. Po ti do kënaqesh do këndosh. Vetëm në ozonet e kanë menjen me po jo, ai është intrigë madhe. Intrigë madhe atë mëna më çabon. Ja fusi njëri tjetrin. Tankola ka thënë do futem, le të jetë intrigë, le të jetë lojë vështirë, unë do ta provoj dhe e provoj. A ishte një lojë intriguese? Aty normal. A ishte një lojë sfiduese? Shumë sfiduese. A ishte një eksperiment që ti, si thonë, një vete në 360 gradë dhe kalon shumë sprova? Domethënë, e njohet më shumë veten pas Bigut? E njeh më shumë veten tani? Normal. E njeh më shumë. Edhe gjëra që ti si dije që i kishe, për shembull, këto shpërthimet. Dgjoj. Ky Big Brother vërtet më ka dhënë shumë. Domethënë, si ka pas tona i burri huj. Si ka thënë burri huj? I rilindur. I rilindur. Domethënë po pa. Tankola ka rilindur. Jo, edhe nga fillim. Po çdo kam rilindur. Po lutem. Ka rilindur Tankola në Big Brother. Jo. Edi Rama ka rilindur. Po, me gjithë që po bën Partia Socialiste ka rilindja pra. Ka shumë njerëz që rilindin nga këto. Vëllezit Frashi. Rilinda si Frashi. Ua. Do pse jemi vetëm pas Po ato e kanë me trilindë, ne tash mos i gatroj. Rilindas pra. Po Rilindas. Ato Rilindas sa tha. A kemi kujdes mikrofonin. Kujdes mikrofonin pak se jemi me Tankolën dhe ekskluzive për herë të parë. Jo,
Kthehemi pas pak se sot për herë të parë ekskluzive në këtë program, siç na kishte premtuar, Tankola publikon këngën e tij më të re fill pas daljes nga Big Brother. Është balado. Por na ka ardhur dhe një mik tjetër i Tanit edhe artisti nderuar i respektuar Alban Fortuna do të jetë me kompozitori më i madh i gjithë një nga emrat më të njohur të muzikës shqiptare. Edhe me thënë drejtën, Elona, unë nuk e di, mund ta njoh, po gjithmonë emrin ja di, po se për fytyrën nuk e di që është ky Alban Fortuna. Është ky, do ta sa ta njohësh, sa ta shohësh, do ta njohësh. Kështu që rini me ne, dëgjoni këngën më të re të Artan Kolës, Alban Fortuna do të jetë pas pak edhe për 30 minuta të tjera duke folur për Bigun dhe për muzikën. Kemi publicitet. Në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio, në studio sapo hyri Alban Fortuna. Alban Fortuna, një nga emrat më të mirë të kompozitorëve shqiptar. Emri ke shumë të madh, me thënë drejtën. Faleminderit. Po kështu që ke shumë. Afroj pak mikrofonin. Alban Fortuna, vërtet hera parë që të takojmë, po un kam dëgjuar shumë për ty, kam dëgjuar kryeveprat, perlat e tua, bashkëpunimet me këngëtar të njohur, me Sabri Fezulllaun, me Sinan Hoxhën, me Sami Kallmin ka bënë një album, me Sami Kallmin që kemi pas 2 albume, një dia. Golden G gjitha këngët. Të gjitha. Alban duhet ta afrosh çike mikrofoni për kur të flasësh. Tani, okej, shumë bukur. Meqenëse tani të njeh mirë, ti ke shumë këngë, shumë këngë. Kush janë ato perlat që ne nuk i dimë që i ke kompozuar ti paktën? Që janë këngët më të njohura që ke kompozuar ti nga këto këngëtarët më të njohur. Nuk di çfarë them, Siç kemi Kuqezi, shumë Kuqezi, Poni me Shqip, Bravo. Poni me Artiolën. Pastaj kam bërë dhe shumë këtej nga Këngëtar të Shqirës. Këngëtar të Shqirës gjitha. Taltini ti bën gjitha, ti kompozon? Po, Andi Shkozën. Po, të gjitha. Andi ti ke. Shyrete Belulit, Sinan Vllasalliu. Po tregoj Sinani. Të gjithë këngëtarët kanë kaluar nga Alban Fortuna për të patur. Kush mendoni që është kënga më hite e gjithë kompozimeve tua? Fol Shqip. Fol Shqip. Është, do të thënë që ka marrë për masa ndërkombëtare, si më thon. Po, është e bukur shumë. Poni me Artiola Toskën. Që i këndoi kryesisht diasporës, që shkoni nga Shkonia. E kam qartë kush është kënga. Edhe këngët e Altinit pa diskutim që janë këngë pa vdekshme, po kjo kohët e fundit, domethënë kjo ka qenë nga ato hitet më të. Këngën e fundit të Altinit me Luizin ke dorë aty? Po, unë e kam bërë. Ti e ke bërë dha atë? E bukur, është një bashkëpunim i bukur. Luiz Elli me Altin Shirën. Kënga e fundit. Ajo është riprodhuar është. Po atë ti e ke bërë si këngë? Kompozimin gjithë. Tani si të është duk tani ty në Big Brother? Okej. Na neroj apo na e mori fytyrën? Jo. Apo na fliq. Jo fliq. Na fulliq. Po jo. Ço do të themi që do fliq. Çfarë ke për tanin? Mos më fare, se po më njofte, i bie pastaj si thon konflikt interesi. Realisht, nëse doni mendimin tim. Po. Nëse tani do ishte eksakt pikërisht ai që njohun në realitet, në jetë, ishte sigurt që do fitonte Big Brother. Wow. Po pse u shkëmoq, pse u shkëmoq? Nëse patashti. Çu alla kaç. Mund të jenë edhe momentet aty, domethënë. Se si e përjetojnë ata brenda ne shohim ndryshe nga jashtë, ato që janë brenda. Ashtu është. Arsyeja pse Alban Fortuna është këtu, është se të dy bashkë kanë realizuar një këngë aq të bukur. Mua ma çoi ndemon fundjavë Tankola dhe ishte shumë e bukur. Për të kënduar këtu mbron. Për mua kam një surprizë për ty. Kam një surprizë për ty, është ekskluzive për herë të parë. Kënga që quhet Sheqer në varr. Sheqer në varr. Sheqer në varr. Sheqer në varr. Po. Do të çojë sheqer mos bëjmë sysh. Po. Jo më marr sysh. Me mëlçu dhimbjen. Me mëlçu dhimbje. Kuptimi, ky është kuptimi i këngës. Ky është kuptimi. Domethënë që ka një dhimbje shumë të këtë jetë nuk të ka shkuar asgjë normal. Jo, dashuri. Në lidhje me dashurinë edhe thot që kur shkoj në varr thot mindi sheqer thot që kur shkoj ande mos ta ndjek të dhimbje që kam. E kuptoj. Dy kënga janë publikuar me sheqer këto ditë, kënga Sheqer e Elvana Gjatës dhe kënga Sheqer në varr e Artan Kolës, të cilat Sheqer. Tërshi. Po mund ta ngjojmë tani se ta ngjojmë në direkt. Ti për herë të parë, unë për herë të dytë, gjithë Shqipëria për herë të parë.
Ndryshe, në Top Albania Radio. Shumë urime për këngën. Po, e bukur. Dhe unë mendoj që ti kjo është e kënduar më bukur që ke bërë ti këngëve tua. Tashi, ustaj këtu. Ustaj po. Ja, e ka vërtet e ka kënduar. E ka kënduar mirë vërtet, e ka kënduar shumë mirë. bukur, jashtë mas. Bravo qoftë lum goja, edhe urime shumë Alban për. Faleminderit. Jo, kjo do bëhet hit, nuk diskutohet. Tankola. Tani mendo se sa lek do marrësh me të këngë. Shumë mendoj. Jo, unë mendoj që kjo ka dhe një mesazh brenda. Që më hidh sheqer në varr? Po. Unë dua të di mesazhin e kësaj kënge. Kujt i dedik? A ka një dedikim? Atëre, kjo është ti që e nisi dalin nga Big Brother me një balad kur mund ta nisje me një këngë vrrullshëm, ritmike, siç është Bigu vet. E kemi edhe një këngë që e kemi në Portokalli. Portokalli. Po tani është i ftuar nesër në live në Portokalli, po është i ftuar do këndoj edhe një këngë të re aty. Po, një këngë të re. E ka ftuar vetë Minioni. Në intervistë gjitha më bukur të falte. Pse? E ka fitu, po, jo, po, kush ka ftuar aty? Pse nuk e, unë kështu e di apo jo? A mos u merr me fjalë. Mos u merr me fjalë, nuk e. Fjalë të hallkut. U Sa bëra do na si- morën qafë. Tani, u bëra si çfarë Robert. mesazhi ka kjo kënga? Kujt ka Atëre, një dedikim kjo me thënë kënga? drejtë, Se një balad pas Big Brother. Tekstin e këngës. Edhe tekstin ti Alban? Paka shumë, Paka shumë. Albani. Albani ka bërë atë projektin dhe ti ke rregulluar me ca fjalë, Pa e fus fiks, do të fusë. do ta them. Jo fare. Unë i thash, nëse ke pa diçka në Big Brother, e ke pa po thash. Shifi diçka ku ka një dashuri që ti mendon që është dashuri. Po. Dhe ky më tha mua, ma shifi që ka te Gimbon, është djalë që i dashurum shumë thashun. A mund zgënje tha? Kjo mundet dhe të qëndroj tha. Edhe unë me këtë këngë përshëndes vetëm Gimbon. Gimbon, një këngë për Gimbon. Për Gimbon. Kjo është vetëm për Gimbon. Au, i qe dorën. Një këngë për Gimbon. Edhe unë e përshëndes se vërtet është djalë i Po mrekullueshëm. pse jo për Gimbon dhe për Selin, po vetëm për Gimbon? Atëre, kjo këngë është për Gimbon. Të Pse? tjerat janë surprizë. Po një këngë dashurie, një djalë i dashuruar. Pa, që s'të do- përgjigj. motivi jo, ka dashuruar. qenë Alban apo jo, ha? Po, Se ju- bingo. Bingo! Gimbo ka qenë motivi që ti Ja, krijote dha shumë. këtë? E pra, Tani. si Ata themë si është puna Po, ma thuj. tani. Tani ka një problem, po këto e bën gjithmonë. Çohet në orën 3 natës, jep truri për këngën, në mes do këngën. E ka e do dhe njës kjo? e do ngjisë. Atë çka ka vujtore. Imagjinoj të thanë jam pa qef, o laçaj, thash s'du me ditë fare pa qef. E duk, e Lona dhe ke Salsano Edhe se s'bon. këtë punë e bën vetëm ky dhe Sinan Hoxha. Dihet që po morën këto në 3 natës dun këngë. Në fjalë ti me 3 Po natë. pse në 3 notës nuk kanë punë tjetër me nokta? Po tre dozë është mirë se Robi në tre do më qef dalë moshli. Kjo nuk është këngë si 3 natës. Ja, mirë, po flas thënë drejtën. domethënë unë e thash në mënyrë figurative që janë njerëz domethënë që i tek tani për këngë dhe Po, duan aty e gjejnë sekond. frymëzimin dhe e duan. Ka se mua më pëlqeu kënga. Shumë këngë e bukur është. Jashtëzakonisht këngë e bukur. faleminderit. Një këngë që thua ti dedikohet Gimbos në veçanti. Pa, se e du fort edhe vërtet është djalë shumë i mirë. Alban Fortuna ka bashkëpunime të tjera me ju. Çfarë po bën ti kohët e fundit? Di që gjithashtu është angazhuar djali yt Glaugusi, po, Gusi, që po emri bën artistik. po realizon një album R&B, ke kthyer çik stilin te Kemi- Çuni. kemi Kur vjen dis- puna ke Çuni e ktheni çik timonin. Kemi disa këngë faktikisht që i kemi filluar, janë projekte që janë filluar dhe më përpara. Tani sapo ka ardhur domethënë për të hedhë vokalet se ai rrin në Francë, nuk është se sa bukur. Jeton në Francë. jeton në Francë. Po mirë, Edhe kur të shpresojmë- vi, ndoshta para se të mbaroj emisionin jon në qershor, ne mund të kemi babe birë këtu. Është më i talentuar se edhe të ty, kemi një djali? koncert. Absolutisht po. Ashtu, ha? Normal, breziri. E përshëndesim fort, e përshëndesim. Mirë, një herë do të kemi në studio me djalin ku mund na Faleminderit, shoqërosh me një Krisi. kitarë dhe bëjmë një mini koncert të bukur andej para verës nga qershori. Tani kush është koncerti i radhës, i pari mbas Bigut? Ku të kanë ftuar? Portokallia pra? Jo. Kështu që do marrësh lek. As i lek valla. Vetëm që ti lek? As i lek valla. Ka i dobët? Sa lek? Po Albani, sa lek mori? Ka me klerim. Ka me klerim. Ku ka lek mo ke pati? Ti gjithë pallatët Po videoklip, do i bësh videoklip të këngës? Kësaj po normal që Patjetër. po diskutohet. Do të vi Gimbo në videoklip, po Oh, deri Gimbo. jo, Gimbo po më bën një këngë të vjetrën time remake, domethënë do ma bëj. Po, A, do e bëj Gimbo? do e bëj Gimbo. Ja, i kam mesazhet aty, ta bën shoku jot. Tash kush janë miqtë tu nga Big Brother dhe kush nuk janë?
Kë do marrësh ti me vete? Kujdes mos e tund shumë se na bë ka zhurmë kjo gjë. Nuk e di kush bën A zhurmë. di pse bëj? Tunde mëjs. Tunde mora tan tunde. Jo, nuk e unë shkundele. Shkunda shtëpi. Anda Fortuna, me një çik s'di me marketing dhe Tom me Gjo. një çik kështu zgjuar si mund kishit bënë një tunde Durose, tjetër. duromi. A do duroj. Po duromi goc. Hy zot na ruaj. Dje deri në 4 mjesë dhe kena punu për tundën, kështu që Ua, për zotin nuk të betojmë, nuk e dija tash kohë. Pas ka një këngë me tunde. Një këngë me tu, po kush do e tundi këtë? Ja. Është Tash pak ka ndryshe. tjetër gjë. Tash nuk tundet beli dha. Ja ta them si mund të jetë vargu, tunde, shkunde, morartan. Jo. Mos u tun martan se e djal ato që kapedan. drejtin beli nuk janë. Do që drejti me nuk janë. Nuk janë. Okej, mirë, rregull. I mod fare. Pas ka me tunde me shkunde, mirë. Po thosha cilët janë miqtë tu nga Big Brother dhe jo, se jemi në minutat e Faktikisht minut atëre. Gimbo po, një është miku i mirë Me jot. qenë që me qenë Gimbo është. Po, tjetër. Casey, Po. që edhe bëra Po, takimin e Casey. parë. Po. Seno nuk është se e kam taku, do të thonë ka qenë bre, po e kam taku. Mund të Pash. jetë, po, Edisa, normal. Edisa? Ajo që e kemi lënë në qytetin e parë. Miri dhe Rogerti apo kur? Miri, po, normal që edhe pse është tull. Po e jo, djegme, Miri, Edisa mirë foli tha, nuk e dojsha të me lutem, takuza pa iku me vrap. Po, pra, po e dium se më do të mini aty, po hikuja punë. Kishte nevojë edhe ai që Ke heqta. Selinin jo. Selinin varet se si do të ashtu, si do të po fitoj ashtu si mendoj unë, po e mori thash. Normal sepse se funa funit ajo ja kam thënë. Po dy gjëra që kam thënë asaj. Sot kush del nga sot? Si po sot Po, është po. sot. Kush del sot? Sot mendoj që do dali janë shumë të fortë të dy, shumë fort. Mendoj se Senaldo mund të dali sepse ky Matteo ka Ka një dashurim. Jo, ka një support jashtëzakonshëm nga përputhet. Kush është më i forti në Big Brother Vetëm nga sipas përputhet. mendimit tënd? Më Jo, i më forti. kush është më i forti? Shikoj më i forti. Ah. Në këtë Big Brother, Lojtari kush më i është fort? Po. Jo më i fort fizikisht, lojtari më i Më i fort. fort dihet që Gerti valla. Rogerti. 200 kg, si fizikisht për çu për grusht, Po, Ore, kështu më si i lojtar. forti në reality. për ta marrë dhe për gjithë ato, për ta marrë, se i fort nuk po të them, po pra për ta marrë, mundet e kam thënë për herë Selin sepse ka pas shumë probleme, shumë gjëra, ajo është një. Domethënë mund ta fitojë ajo Big Brother Po thotë? mundet ta marrë, jo ta fitoj. Ta marri. Ta marrë se fitoria është tjetër gjë pastaj. Se Kush për ta është fitu- lojtari më i për ta dobët fitu mund ta sipas teje? bëja. Me i dopti, kush Me është i me i dopti? dopti? I këtij Bigu. Nga ato që janë Po, brenda. pra po, Ato këto që që janë kanë brenda. ngel. Ta mendoj që është kjo goca Nicole, pavarësisht se realisht është goca e mirë, pak a shumë, Po, pak a shumë. por Ai format edhe do njerëz mirë, do njerëz lojtar mirë. Se do unë çunë mira, po s'u fut njëri aty më. Edhe shëndriti. Edhe shëndrit. Është ndriti. Po ti je mirë se ti je një frik. Unë jam edhe me timpan, jo më kështu. Alban Fortuna, cilat janë planet e juaja në muzikë tani? Do vazhdoj bashkëpunime me Tankolën dëgjum, a ka diçka tjetër? Po, tani jam duke punuar edhe me Ponin. Me Ponin? E fillon, sa e bukur. fillon. Palat e ka ponja. Jo, fillon për një këngë, edhe pastaj shkoj Ke jugu, ke E vend, ke shikon ti që vend ne duhet të kontaktojmë Ponin, se kemi kontaktuar asnjëherë. Na e premton që do vi. patjetër. Bëj këngën edhe më shkruaj Elona do vi Poni. Patjetër. Në rregull? Knesi. Faleminderit shumë. Jam shumë e lumtur që të njoha, do doja të kishim më Faleminderit shumë kohë radiofonike Gjithashtu dhe unë jam shumë i kënaqur të njoh Alban. Shumë faleminderit, çe knesi. Tashti na ka bërë një këngë me Artan, Tashti Artan. Është në Vagabondi, super. Tashti Artan për herë të fundit. Neshti, jo tashti. Si neshti? Neshti se tashti e di veti. Kështu që neshti. Tani. Po pra tani. Çoke tashti. Kujdes mikrofoni. Ço kemi tashti është ide, ju keni tani është ide. Tani pra çoke tashti. Në këtë kohë. Po pra po çoke më betëm, pa honjer. Tani nga ky moment duhet ta premtosh Po. që ti den qeshor duhet të kesh bërë 1 milion euro nga ky Big Brother me gjithë koncertin që do bësh. Dakor? A vash, ky çak shefondra ky. Po 1 milion euro. Po e dinë që Londra, por ne më thot më shumë. Unë kërkoj vetëm një gjë. Bëva këtë datë. Unë kërkoj vetëm një gjë prej teje. Opa. Duke qenë se e nisëm kështu ne. Që Tankola ku je, ç'a do bësh, do hysh Big Brother, hyre Big Brother, për sukses Big Brother, dole nga Big Brother. Edhe kur bëj milionershin, ju do merrni 10% milionershin. Jo. 50 e keni marr. Po, e keni marrë. Meri ti aq se uroj mos të gjej më gjumi alergjik. Ja, tash. Uroj ti. Tash do bëhet letargjik.
Shumë suksese për këngën, edhe për këngën që do performosh në Portokalli. Faleminderit shumë. Alban Fortuna të premtojmë një emision më gjatë, vetëm lutem bë gati grupin. Patjetër. Poni djalin, çfarë mendon ti dhe ke gjithkohë. Edhe një diçka tjetër, ju falenderoj shumë të dyve, jeni shumë të mrekullueshëm. Me besoj që jeni vërtet, gjithashtu jeni edhe shumë real. Shumë faleminderit. Dhe diçka tjetër, mos u futi Big Brother, vëlla. Never. Vetëm se ne orën e dytë të emisionit kemi dy personazhe shumë të mirë. Jo personazhe, personalitete. Personalitete të futbollit. Absolutisht. Afrim Tole, Alban Tafaj. Alban Tafaj. Pra, Tironsi, Alban Tafaj që Nga Fortuna e Tironësve kalojmë ke Tafaj. Albani me duke koridori. Mos reagoni vetëm pas pak në ndryshe. Mbrojtësi i fuqishëm. Vetëm pas pak mos reagoni nga ndryshe. Ndryshe, në Top Albania Radio. Dhe siç e tham pak më parë, tani jemi me dy personalitete të futbollit. Është bërë studio kuqezi nga atmosfera e profesionale. Kurse kështu jemi me ngjyra. Mirë se erdhe Alban Tafaj dhe Afrim Tole apo Tola. Afrim Tola. Po pse Afrim Tole? Ndjes pas të ish trajneri i Tiranës Fatmir Frashëri, më triste Tole që atëherë ngeli Tole. Po pasaportë ke Tola? Ma, prita ndroj dhe unë ta vë me ase Kam një surprizë për ju, burra. Po, tani Elona gjithmonë kur ftojmë të rinj për herë të parë në studion tonë, i bëj një kështu çfarë quhet një bio. Një bio. Plus që i thash babit, tash kam Afrim Tolën, kam Alban Tafaj. Ça fati ke mër bab, tha. Po takon tha njerëz, nuk e di personalitete, tha bëj shumë të fal. Bonte kështu sikur ju njifte, po sigurisht Në Tiranë kemi pa. Unë kam shkruar diçka për ju, uroj të jem sakt se si më thën, nuk kam qenë aq e rritur sa tani për të parë dhe për ndjekur lojën tuaj, po sigurisht kam dëgjuar për karrierën edhe kam shkruar diçka. Barcelona. Për Alban Tafajin unë kam shkruar me shumë kënaqësi presim një emër të njohur të futbollit shqiptar, një ish mesfushor që ka dhënë kontributin e tij në një nga periudhat më sfiduese të sportit ton. Bëhet fjalë për Alban Tafaj, ish lojtari kombëtar së Shqipërisë, i cili me përkushtim, disiplinë dhe pasion për lojën ka lënë gjurmën e tij si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Një figurë që përfaqëson një brez futbollistësh që luftuan në kushte jo të lehta, por që hapën rrugën për zhvillimin dhe profesionalizmin e mëtejshëm të futbollit shqiptar. Sot do të rikthejmë bashkë kujtime nga karriera e tij dhe do të flasim për eksperiencat në fushë edhe jashtë saj. Alban Tafaj. Edhe tani do jam më të rëndësishme. U emocionova apo? S'është era parë që e dëgjon. Gjithashtu, një emër tjetër të njohur të futbollit shqiptar, një ish lojtare që ka dhënë kontributin e tij në vitet ku pasioni për fanelën dhe sakrifica për ekipin ishin mbi gjithçka. Është vërtet. Çu ka qenë ai periudhë? Është Afrim Tola Menem, një ish futbollist që ka lënë gjurmë në fushën e Blerë dhe që sot mbetet një figurë e respektuar për kontributin në sport. Me një karrierë të ndërtuar mbi përkushtim dhe dashuri për lojën, përfaqëson një brez sportistësh që i dhan shumë futbollit shqiptar në kohë jo gjithmonë të lehta. Sot do të rikthejmë bashkë kujtime nga karriera, emocionet e ndeshjeve dhe do të ndalim edhe nga këndvështrimi i tij për futbollin e sotëm. Si ishte një lloj si Albani. Si ishte një lloj? Ishte më mirë. Tani ti nuk di gjë tjetër që mbasi ka lënë futbollin, Afrim Tola ka qenë gjithkohës në politikë. Gjithkohës në politikë. Jo, as në politikë, por në drejtues, gjithkohës drejtues. Pushteti. Post ofiso. Ndërsa Albani sigurisht ka bërë kështu, Alban nga futbolli i luajtur në atë të Zyrës në ke Tirana, kam qenë drejtor teknik, shef klubi, ke Tirana me përjashtim të punëtorit fushës, s'kam pas mundësi me e bë. Gjithë gjërat e tjera ke Tirana kam bë. Më fal, a je ti ndër të vetmit emra futbollistësh që ke luajtur edhe për Partizanin dhe për Tiranën? Po, kemi dhe. Unë kam biles me të tre kryeqytetash. Ti ke luajtur për Dinamon. Po. Si ka mundësi? Me këtë vit më shumë Afrim. Me Partizanin. Me Partizanin më shumë. Moshën 8 vjeç, kam qenë në Partizani, pastaj vitet karrierë si profesionist e nisi në 90-ën te Dinamo, te Tirana, te Partizani, te Durrësi, këtë edhe pra te Partizani. Edhe ke Durrësi? Po.
E do të shpim breakdance. Më thotë mos u ndaj Durrësit dhe e kape. Alban ti ke qenë vetëm ke Tirana? Ja, un kam dalë ke Partizani që nga 81 i largët i fëmijë domethënë nga shku ke Partizani sepse është bërë sebeb një nga se un kam profesor 2 familje të vjetra Tiranë, qoftë Afaj, qoftë dhe Demneri. Demneri, po. Ai famshmi profesor Xhavid Demneri ka çuar atëherë tek regjistroi nga klasa sportive, më regjistroi te Partizani. Sepse i thotë nonës time atëherë ta çojmë çunën atje sa hahet mirë atje. Sa te kështu kena qenë, ishte klubi i ushtrisë. Po pas se kisha Ti edhe e ushqime hongër sa ke dash, 30 ditë. Po e kena hongër më gjithë me radhë. Mirë, tani kemi përgatitur ca pyetje fakt por ju, po gjatë intervistës mund të bëjmë ca gjëra tjera, Ja, për sigurisht. shembull, pyetja e parë është e njëjta për të dy. Kush është ajo gjë që nuk ka ndryshuar në futbollin shqiptar që nga koha e brezit tuaj, edhe në ditët e sotme? Një gjë që nuk ka ndryshuar. Fanella. Gjithë tjerët kanë ndryshuar. Si fanella ka ndryshuar edhe fanella. Fanella nuk ka ndryshuar. Po kush e zi, dakord, po Të tjerët kanë ndryshuar, të gjithë. Të gjithë kanë ndryshuar. Luhet me top më prapë, e kupton? Po e njëjta është. Dgjoj, ne kishim pyetje jashtë në drejtimin që ka qenë më shpirt atëherë e tani është bërë më biznes. Ka qenë më bukur atëherë e tani është më shëmtuar për gjithë ato që ndodh në futboll ka sot. qenë më njerëzor, është bërë më var. Var. Varja. Unë do thosha që ka ndryshuar ëndra. Se dikur ne edhe për të ndroshim s'ka arritshim gjë, tani edhe ndrojmë, po e kemi arritur. Ndronim për europian kemi shku 2 herë, ndrojmë për botror, mbase shkojmë këtë herë. Shkojmë? Base kjo, base shkojmë këtë herë. Besoj. 50-50 është ajo, tash. Se kemi 50% shanse? Ne një shoku joni përbashkët mos me do 51 me 49. Topi par. Grështi par. Vaj nga grështi. O, sa nuk prit se shkum direkt te futbolli. Unë dua ta di çfarë bëjnë Afrimi dhe Albani sot, me çfarë merren. Atëre. Unë jam federat. Po, në federat. Pra ti do jesh pro federata sot. Jo më. Federata merito lavdrime nga puna që ka bërë. Është absolutisht. Ti ke kontribuar vetë për federatën. Absolutisht me respekt madh për zotin Duka dhe gjithë të skuadrës. Është sot drejtori i transportit të Tiranës. Drejtori i transportit të Tiranës. Domethënë, kush do patent, kush do targa makinësh? Kush, ha? Po. Marrin unë në Afrim, qofse në kohën tuaj që do luajë futboll, do ishte tani koha juaj. Po. Ju do ishit pasur? Ju të dy, do ishit pasur? Patjetër, po. Patjetër, ë? Patjetër. Tash s'duhet më u qajt më, po normal që do ishin pasur, diskutohet sepse lekët që morin tash këto futbollista që edhe karrierë dhe gjaj sikur ecin, thot kampionatit. A mund ta di sa keni pas rrogën atëherë sa fitonit? Kur luanit për klubin? Për klubin un pas me Afrimin kam kap një periudhë se kap atë periudhën e El Saidit, ai ishte më arta. Që ka qenë El Said drejtori i Tiranës. Shkote nga 4000 deri në 5000. Muj. Po. Çfarë thotë më? Çfarë viti? Un kam pas fatin e mirë 2003. Si te Tirana ka qenë me Tur Seferi, qose sepse ju kujtohet, ka qenë president, nuk e di. Ka qenë presidenti i Aristonit në atë kohë. Kapa Tiranën, te Partizani kemi qenë bashkë me Albanin që kanë qenë sa italian. Plus që kanë qenë dhe firmat piramidale në atë kohë, qenë populli që kishin. Pra 96, 87, 88. Atë pastaj unë te po flas kohën më të artë të pjesës pagesës kam qenë në Durrës. Sa lek? Do të thënë shumë lek. Sa leka? Lek. 10 mijë ka fal? Jo në muaj. Do të thënë ose kur, se muaj po të muaj. Te 5-6 patjetër. Muaj edhe më shumë, po. Në muaj, po. Sa ka pasi të mirë te Durrësi. Pa 25 vjetëve bie, 24 vjetëve. Po, në 98-ën, 99. Po ka qenë një periudhë që plus presidentit që në atë kohë që e përshnes Hasan Bellion, aty kishte edhe sponsor të vegjël. Që vinin që mbasi ndeshjet fort i jepnin ato bonus, ato premium. Pa letra, gjithë në xhes. Është tjetër. Se unë kam çiksi bjonde këto pyetjet, kështu keni qenë juve superstar aso kohë, ju pëlqenin shumë gocat, keni pasur. Po, gjithë ditën Instagram ishin në Albani, në 98. Po çfarë të thotë? Superstar. Po tregoj një histori. Në 96. Në 96. Unë s'morvesh se toka vetëm atëherë kjo, sepse suçenë kena marrë. Ai tani të thon mesmi. Majnë vetëm me këto mundësi që keni. Afrimi ka histori shkurtë. Çfarë thotë kjo? Çfarë thotë? Ishin star. Boni fare. Jo telefon, po telefon shtëpie në 95-ën. Qelloqe nga futbolli, të njihej edhe
kryetarin e lagjes në atë kohë dhe shefin e policisë dhe kërkova i telefon shtëpie se s'kishim. Okej. Edhe i mat më thotë unë jam te forumi PD-s, ma kanë dhënë mua telefonin. U zgjova 2 javë nuk foli me gojë. Se do të ka sjell telefonin në shtëpi. Edhe matë telefonin këtu. Edhe telefonin dhe Po pse atëherë, o Albano, pse çfarë nuk keni pas sukses me femra atëherë ju? Kur me? Kur keni qenë futbollist? Po për atë kohë po flasëm, por se në studio me ne është David Beckham edhe Ja, ta kemi pas sukses. Atë mos e shifshin fort atëherë se grumullimet ishte edhe i privuar pak, e kupton? Po femrat nuk shihnin shumë këto gjërat, po gjatë xhiros se këto. Tani ju jeni grumbull me kombëtare? Ti ke qenë më shumë me kombëtaren, a? Albani ka qenë më shumë. A ti ke qenë më shumë, a? Tani kur harboshit juve kur iknit jashtë shtetit? Mas neshjes, ishte si mas luftës? Në Maltë. Ka qenë një 10 ditë me ekip kombëtar dhe bëshin triangulare. Salcanot martuar janë tash se. Unë jam gjysh 3 herë. Është gjysh 3 herë afrimi. Një herë. Dhe janë shumë çuna të ndershëm që na dish. Po se ky po bëni çik. Shikoj të gjithë shumë flasim. Po realisht. Ne po flasim atëre tani kur Malt sa ndodhin Malt për shkurt, ne fani shumë shkurt. Në Malt do mbas në 1 sekond. Gjatë të gjykatës. Drite Faruk Sedini me Asrita Fizër ishin në dera kryesore dhe ne s'kishim ku të dilshim mas neshës. Si do bëjmë? Nga kapital, në çarçaf, nga mbrapa edhe ikëm disko. Disko. Keni pi alkool aty, keni kërcyer. Patjetër. Mbaje usta, mbaje. Publicitet. Kam pyetje për Ndryshe, në Top Albania Radio. Me muzikën më, jeni kështu nacionale apo popullore du më tepër, me thon drejt. Do popullore, këtu ishte Ultan Kola? Po. Pranej pas një vit kutë zëri deri funë. Tani të zëçëm tani. I niknosh me tani, apo si ka ato sytë si akorium. Kjo shitash, sa doli thash, ma ne pesh kush tu këtu sytë. Si akrum. Po Salsano si ka? Ja, i ka mirë. I ka mirë. Gjanë si intelektual. Fleti italisht dhe në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional, kompania Bene Asikuracioni pozierohet dhe kërkon punonjës të rinë, energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ofrojnë kushte të mira, pagesa konkurruese, mundësi zhvillimi profesional dhe nëse dëshironi të bëheni pjesë e skuadrës së madhe, serioze, rigoroze, siç është Bene Asikuracioni, kontaktoni në 068 89 26 189. Të lumt goja më vajz, tani me që keni qenë të 2 lojtarë të Tiranës dhe të Partizanit. Kush ka qenë trajneri më i mirë këtë 2 ekipet në gjithë historinë? Në gjithë historinë s'mund të thosh, por në kohën që kemi luajtur. Në kohën që keni luajtur juve. Fatmir Frashti te Tirana dhe Sulejman Staravati te Partizani. Për ty. Po për ty. Si heq presin. Ashtu, ë? Fantastik. Në të gjitha kuptimet, ë, edhe si Babaxhan, i dashur, popullor, i drejtë. Të ka të bëj shumë ke ne, zanoti trajnerit është duhet të jetë se s'bëj drejt. Trajneri s'të ishin hak. Tani trajneri është bërë biznesmen në këtë kohë? Jo të gjithë. Jo të gjithë. Unë trajnerët bëj, po nuk. Albani, po tifozeria si ka ndryshuar, a është njësoj ajo atëre me këta sot? Është më organizuar sot. Është më organizuar sot. Më logjistike. Pasim për ekipin kombëtar. Edhe te Tirana dhe Partizani, për shembull. Ja, tifozëri kanë më shumë tifoz, kurse Tirana është më organizuar. Ju vet kush ju ka dhënë më shumë kënaqësi, klubi apo kombëtarja? Kombëtarja patjetër. Kombëtarja patjetër. Kombëtarja është diçka komplet ndryshe, e kupton? Por klubi është ai që çot ty diku. E kuptoj. Në atë kohë që luanim ne futboll, me të vërtetë të luajë Partizani Tirana, edhe gjithë synonin të shkonin në ekip kombëtar. Sot është bërë ndryshe. Domethënë gjithë luajnë jashtë, dhe duan e kapin ekipin kombëtar për të ndruar ekipe, për të qenë ekipe me kanë trampolin për. Po këto është përgjegjësi më e madhe kombëtare. Po këto, po them unë, mund të jetë vërtet kjo që ka një kriter për të hyrë në kombëtar, për shembull, për kush e vendos këtë gjën që ta marrim këtë djalin që këtu të vi të luajë për kombëtar. Trajneri apo jo? Trajneri apo e vendos federata? Albani di më mirë se. Bëjmë që po shoh Albani. Atëre lojtarët që vinë ke ekipi kombëtar janë gjithmonë lojtarë të skeduar nga skautët kur vinë ke grup mosha, sepse normalisht lojtarët e ekipit kombëtar nuk janë direkt që të shkojnë trampolin në ekipin kombëtar. Skautët është menaxher. Skauti është ai zbulusi i talentit. Zbulusi i talentit. Po. Federata ka të angazhuar në të gjithë Europën, mos më thon gjithë botën se kemi edhe në Amerikë. Që ka kontrata apo thjesht po janë të paguajnë nga Federata Shqiptare. Paguajnë nga Federata. Patjetër. Edhe ata gjejnë. Zbulusit e këtyre talentëve janë
të punësuar nga Federata Shqiptare e Futbollit, bëhen seleksionime në për zona të ndryshme, pra në Gjermani, në Itali, në këto vende fqinje, pastaj deri edhe në Amerikë dhe vjen dhe këtu. Dhe është një njësi shumë e madhe për gjetur, sepse është shumë e vështirë të gjesh një lojtar talent e ekipit kombëtar. Po se thonë sa është talent ai, po nuk e marrin do mik për të hyrë aty. Shumë ka mik. Se kjo është punë që ditë lozë apo ditë lozë. Vetë futbolli s'ka mik, sa aty nuk janë 60 violina, njëri ka patela në s'po e kuptoni që aty 11 vetëm fush. Ç'a histori të bukur nisi më tregoj Albani mua. Se ç'a nisi. Jo nisi historinë se unë nuk e di se Gacareu se unë kam këtë pyetje pa nivel to. Futbollistët para nesër për shembull kanë kështu rregulla që që të ushqejnë mirë. Të ushqejnë mirë, normal. Ka një menu fikse, kupton, nuk duhet hajnë. Jo, se kishte. Po lejmë këto. Duhet bëni seks para nesës. Nishin grumullu më sale. Ju kalamat kur I keni bërë? E ke kalamat, si tregonte. Pse do të tregoj kalamat. Kjo është si varet si të kapi, e kupton se po të ke patë bëhat gjotë, se ke tregu dhe të ka hes mirë atë neshit, do fillosh ta kërkosh për herë. Kjo është më e keq. Sot bëhet supersticizëm. Po pastaj do bëhet psikologjike. Jam mirë po bëra seks para neshës. Pastaj kur je dopo thotë mos e kam nga seksi. Tani kjo historia si ishte kjo me karamojt. Sa fëmijë ka Alba? 2. Me jetë pat. Vajzë djalë Shila dhe Selti, 30 dhe 29 boçuni. Ç'a thumë? Që po. Të 12 vjeç e martuti më. Se mama. A mama si ka ndodh? Se edhe afrimi, po ti edhe ti. Ne kam më të mëdhej. Ti ke më të mëdhej se po ti e martu 12. Ti më të keni mësoj. Kesi dhe Brian po. Sepse ishte koha kur ishin grumbulluar me Partizanin. Më morëm dhe Vilbiles me Vil. Ishim një ambient ku nuk rishim ku ishim me kravate marinarësh, rrite lirë shut nuk e dhomë dhe ne i tjetër, domethënë që ishte kapiteni I skuadrës. Të marinarët. Po, jo, që rrite kjo dhoma mirë. Kjo dhoma mirë. Edhe ndërkohë ne të dy ndërhyjmë që ti marrim pak gratë me të fas gladiatore dhe I morën gratë fas për gladiatore. Liri me u bë atëre zëherë se kishte hallë ç'po lë të dhomën. Pastaj neve bosh me turne, herë dikte ky që bote cross, herë diçon. Edhe bëjmë muhabet me gratë. Dhe aty losim letra. Gjizëm dhe çunat edhe na ka hes marr për të dy. Pse keni moshën të mëdhenj? Po pra. Brani me Dhe Denis. Kemi pas edhe një tjetër. Sa Karamaj më bërë fakt për këtë divorc atëherë. Lezetshëm shumë. Kemi shanse për të hyrë në botë? Po kemi pra than 50 me 50. Jo tash, po pse kemi shanse? Ka se tash kompletuar. Është me kompletuar? Është I kompletuar. Ne nuk quhemi ekip I vogël më. Si e më? Çdo skuadër që luaj kundra Shqipërisë është më siç luaj me kundra Gjermanisë dhe këto vendet e tjera që janë shumë të organizuara në futboll dhe kanë trofete, kanë historinë e vet, dhe ne fanella jon tash rëndon sepse jemi fanellë që kemi marrë pjesë në Europian. Absolutisht. Ku kemi luajtur në Europian çdo ndeshje kemi zhvilluar në një nivel të lartë. Dhe lojtarët I kemi të një niveli, domethënë që nuk është se janë lojtarë që nuk e kanë koston. Pse zakonisht thjesht komentatorët e studiove që ndigjojnë dhe herë thotë, luajmë karshi një skuadre që vlen kaq lek. Kaq lek, po. Krahasim me neve që vlem kaq. Ka lidhje më shumë me përbërjen dhe brumin që ka vetë skuadra. Unë mendoj që jemi gati në momentin më të mirë të skuadrës tonë. Kemi 2-3 pika që nuk I kemi fort sepse në ekipin ton kombëtar është shumë e rëndësishme minutazhi I lojtarëve që të vinë me minutazh plot. Sa më shumë të kenë minutazh ato që këmbët aq më performancë mirë zhvillojnë. Mirë bëjnë, po. Kështu që janë ca njerëz që s'kan luajtur me ekipet e tyre. Alban, cilat kemi emrat më të mirë të futbollistëve, të kombëtarës, sipas teje, sigurisht. Po, lojtarët është ai boshti jon I skuadrës është goxha premtues, domethënë. Qoftë po ta nisim që nga portieri, Strakosha, Gjimshiti, Mitan këtej që ka një domethënë emocionin zero, domethënë ka një edhe mua më pëlqen. Do të thosha e kem mbrojtën e parë mbrojtës është më I mirë. Është I mirë. Po, edhe Ismail pavarësisht se s'është më shumë. Un kam qef hoxhë. Mi sekond, afrim Polonia është çfarë probleme ka po? Është mirë edhe Polonia? Ky është ndeshje që si ti je mirë, si ti je keq, do ta 90 minuta do I nxjerrësh. Do I nxjerrësh, po. Përballë ke Shqipërinë. Ky është në formë ky për shembull, Lewandowski ke Shqipërinë. Ekipin Lewandowski ose I brezi ton për Çipër mos. Nuk është si Messi, Lewandowski presësh I goditje standarde. Lojtar I mirë, shumë është një lojtar më të mirë në Evropë, po që momentalisht atë që tha Albani, ekipi ka ardhur duke u rit, edhe pruret e reja që në gjykimin tim Muçi
Më vjen shumë mirë që ka ardhur Muçi Mehmeti, Smajli, Gjimshiti, Mita. 2 prujt e reja, Plana dhe Pilo. Janë ky Pilo, ky greku që shqiptari i Greqisë, po që kishte bërë Pilios, po e ka bërë Pilo prapë tash, ja. Ekipi i konsoliduar. Jo, avash është reklam. E mo pse Pilaf. Kështu që si hard. Kush ha grushtin i parë? Unë do të thosha tek ekipi kombëtar ajo presioni më i madh unë besoj pavarësisht se ne e ndrojmë shumë herë më tepër mbase edhe se vet Polonia, po presioni më i madh është ka ato sepse luajnë fushën e vet dhe kanë presionin e një pjesë tifozlikut të tyre, siç flitet që e kanë shumë të egër, të huliganëve. Dhe mase nëse i bëhet bumerang, ajo që na ndodhi ne këtu që u mundur 1-0 ku protagonisti u bën tifozët atyre duke ngacmuar tonët dhe tonët u shprehen keq në fushë duke duke gjuetur lojtarët atyre dhe ato përfituan nga kjo gjë, mbase është shansi jonë që të përfitojmë ne nga kjo. Kam një pyetje kështu personale. A ju vjen juve keq del shumë herët në pension nga ky profesioni që bëni? Edhe ke ne, por edhe në televizion kështu është. Unë kam gjë dy botërore. Përveç, po më tash i prakur. Mos e thu 20 vjet luni sa 20 sa vjet sa duhet. Karriera si profesionist, ja. Sa mund shkoj karriera? Sot ndoshta edhe ke 15 vjet tash më shko. Shko. Ke lojtarë që luajnë 17 vjeç profesionist edhe deri në 32-33 vjeç. Ja 34 shkojnë. Sokol Prenga është nga ato të vetmi që është bërë pishman më shumë nga të gjithë që kur la futbollin, pse me lënë unë këtë lloj futbolli thotë. Pse nuk lodhej? Kapi periudhë. Po kapi periudhë që akoma ekipet ishin nuk është si tani. Nuk është si sot. Prenga sa vjeç e la? Se kalon shumë i vjetë, domethënë, se la mbi 34 se la 32. 30 vjet e kam lënë. 30. Po. Po ti Alban? 34. 34. Ja tani ka rast 41, 42, Ronaldo bëri 41 tani, sa mua. Po bëjnë analizën e Ronaldo deri 25 vjeç. Çfarë më rreth? Por jo të dy do shkojnë në Poloni apo në Shqipëri? Ti pojer. Ja me kurset e UEFA-s Pro, kurset e UEFA-s Pro zhvillohen gjithmonë kur ka ndeshje ekipi kombëtar grumullime sepse është pushim kampionati dhe ne trajnerët që kemi në kurs i kemi të lirë. Dhe i merrni në këtë kohë ju, kështu që ti je në punë. Po ti e ke patentat, s'ka. Ti se ple. Ma le në shtëpi. Ose në shtëpi, arro. Salsano ka publicitet. Ka publicitet? Po unë kam një pyetje më. Ndryshe, në Top Albania Radio. Do hym te kjo rubrika e pyetjeve pa nivel. Pa nivel, ne kemi pyetje pa nivel. Kemi një qef të heqim pak tani. Se gjaja kena nivelin vetë. Po pra. Nëse ne do shkojmë botror, sa lek fiton federata? Opa. Fiton. Çdo skuadër ka vlerën e vet, ato janë publikuar, po nuk ka kështu, lekët e FIFA-s. Po i merrni ju, po ju shpërndan jo, si ju që punoni apo jo? Apo rrin fondin e është e pasur federata jon Alban? Federata hyj besoj nga gjithë shoqatat jo fitim pruse që është më e mirë organizuar do të thosha. Në Shqipëri apo në Europë? Në kështu në rajon. Edhe në rajon as diskutohet tjerë. Ka si me federata që kemi përreth, ne jemi goxhat më të përparuar, më të zhvilluar sepse duket ke jo më shumë se ke pjesëmarrjen europiane dhe këto, se sa ke ajo për infrastrukturën që kemi rregulluar gati në pjesën dominuese të gjithë vendit, fusha. Të është projekti i 100 fushave. Aq më tepër me 2 projekte shumë madhështore që ka, uniforma ime dhe topi janë 2, do që janë gjitha falas për të gjitha çdo person nga mosha 6 vjeç deri në 19 vjeç që luan futboll dhe merren me futboll, topat, uniformat i ka falas. I ka falas, ë? Po mirë, po është ky gazetari që vetëm gjithmonë ka me Federatën Shqiptare të Futbollit. Sinemati. Apo është stil? Është një e vjetër ai, domethënë. Është një e vjetër. Okej. Jo, doja ta pyesja afrimin, nuk e di fëmijët juaj i keni angazhuar me sport, me futboll, ai keni trashëguar çika të po deri në moment që ikun në Amerikë dhe la. Ashtu. Se lose futboll? Ashtu? Po, pe vriste emrin. O çuni afrimi çuni. Edhe jeton në Amerikë. Problem, po. Po çonte tu Alban Lozin? Çunë goc. Fal, çuni.
Çuni u mor pak me sport, nuk është se kishe fush tjetër, kam marrë inxhinieri elektronike në Gjermaninë, ka linjë tjetër ai domethënë, është e komi nga koka domethënë nuk gjati shumë nga unë, gjati nga grus. Po unë që para se të lindja çunin thoja do lind një çun dhe do e bëj futbollist. E kam pas keq? M'duket se po ecën shumë mirë në futboll. Bravo, shumë mirë. Pas ka ngjan nga baba m'duket. Baba ka qenë arbitër në Itali, po. Pastaj u dom tuçi, po. Ore, ushqim kontuet, çka kiste, jam shumë kurioz. Ç'a hani ty kur bëjnë stërvitje? Grosh. Munonin. Tregoj Bilas i Rasa shumë i bukur, fantastik Bilas. Ishim fazë përgatitore në Antalya. Edhe me kombëtar, ishim me Partizan dhe Sul Starova tani na kishe zbuluar atë recetën e futbollistit dhe dietën që duhet mate gjatë javës, edhe na i shpërndau gjithë ja merrni tash i shihni to lexoni, edhe ndërtet njëri nga ne Bahari, ja dha direkte. Çfarë do bëmë tha? Lexoj pra çfarë do hash, ai shefte. Lexova pra, po vetëm qepën gjithë që kom shtëpi tha. Gjithë dhe menu që kishe për futbolin, vetëm qepën kishte në shtëpi. Tha, na tha, se lexova tha. Se të shkuta ty bukin të ngrake, pasta, mënyrë që du të hashen mjes, jo brioshe, këto gjërat e ëmbla, karbohidrate sa ishin. Kombëtarë janë qenë ndryshe, se ka qenë Luka Eqimi, doktor, edhe mundoheshe që përgatiste edhe atë lloj diete që mund të hanin. Kurse te Partizani, kujtoj rast që më shkoshim leshje në Laç. Edhe i merrshim një tenxhere me mish, tenxhere me vezë, tenxhere djathtë, Coca-Cola që sa në kleoshim atë. Ndalosh zollën. Për zollën. Ne veshim sipër ke buka. Djathtë, dinamit më mbark. Se si lupa luj vinin. Si ka shumë zemra vë. Forti si nuk ju. Ama Salzano unë nuk e di, emocionet që t'i jep sporti, unë nuk besoj që t'i jep ndonjë fushë apo ndonjë profesion tjetër. Unë kam përmendur tjetër me gjithë respektin e madh, sepse ka evolu çdo gjë ka evolu. Me gjithë respektin e madh për gjithë trajnerët që kemi pas, po ne kemi punuar i çik gati në mënyrë shtazarake, do thosha, sepse metoda lidhjes nga mungesa e informacion. Ne ishim vend i mbyllur, ne kemi arrit të po mos urinoshe që të kishe pak pika e kujton gjaku të ishe skuqe, ato nuk e qushin që ishe bo servitje. Domethënë që u afroshe ke ujë, nuk të leshin më afru ke zora ujit. Po tash i bite makina mo dhe zizi mo neve, serbatori ujit bosh në hajde të heste. Unë zete motorin tu plas. Po sikur mos të afroshe ke ujë qishin nga servitje. Gjithë informacioni vite nga lindja. Qa boshin marinare to? Si mos pi ujë, nuk jepin ujë fare lojtarëve më. Gjatë ndeshjes. Për shumë kohë ka qenë që në sport edhe në palestër mos pi ujë gjatë vitit. Pse? Ajo shpesh dhe nga pak, patjetër. Shpesh dhe nga pak, patjetër. Dëgjoj, un kam dëgjuar historia ndryshe. A pini duhan sportistët kohën tuaj? Ishësim qeftas, unë atjes kam as pikë, po kisha disa ke skuadra që pinin, edhe rishin dhe me peshqirë kështu bile që hapshin bëngje që të lutin atë që ti ditë të ty. Po mira, kishin fuqi të pa, na pishin cigarë shumë tepër si për motë, se po prapë. Nuk ishin nga ato konsumator ku kishin kohë ne. Me 2 vite ku kishin kohë me cigarë, multivitamin. Ilaçin që tipshin. Tani lojtari më komik që keni pasur ju që përveç teje, domethënë. E kemi në studio, por e kemi shansin fatit. Afrim ky është, domethënë Alban Tafaj është ai që bën më shumë humor. Mërzitur me Albanin telefonin të heq mërzin. Edhe tani, na ndaj një histori tjetër të bukur nga, kujtu nga grumbullimet. Çfarë ishte ajo historia me Shulkun? Se di, ka qenë me mua. Bashkë keni qenë? Kam qenë unë me Lirën në Hamburg. Jo atë që i dorëzoj dhomën ato. Jo, atë e morë vesh. Atë tjetër. Nesër me kombëtarën në Gjermani. Vjen ai trajneri i San Paulit, në atë kohë ishte kategoria 2 në Gjermani. Kërkoi 2 lojtarë, jo se ishim ne më të mirët mas neshës me Gjerman, po 2 pozicione që ati duheshin për ekipin e vet në atë kohë. Që t'ju blinte? Qendër mbrojtës edhe mbrojtësi djathtë. Vim në Shqipëri, marrim vizat dhe shkojmë në Gjermani. Fillojmë servitjen edhe ata. Kush ti me kë? Unë me Shulkun. Me Shulkun. Edhe ti thash sot që do ta them, jo të lutem. Nëse na dëgjon Shulkun, përshëndesim. E dum fort. Na lanë një dhomë veç ata, që të zhvisheshin mbas servitjes edhe dush ishin përbashkët që laheshin zgjedh. Nuk hynim që llogarit në atë kohë ishim shumë fit. Po në krahasim me ata se si u dukte vetja. Ka qenë ato pasqyra duke ne kavajës që duke se kuptosh ti. E ka ishte mirë. Si akvariumi që folëm këtu. Krahasim ata se si u dukte vetja. Edhe një ditë premte
Marrëm stërvitin dhe hapa derën në për të parë, po lashin gjithë. Ham tha më lirë, se kanë marrua akoma, se marroshin ata e lashin. Të gjithë në i vend që mos biten sy. Mos bishin sy, edhe bëshim stretching të dhoma jo. Ti sudurova, unë hapa derën, pash vetëm njërin që ishe ul kështu, edhe e dulli te barku, ti më shku shku mu. Si është film shqiptar që shku marrën ta gjermanët. Që gjermanët. I them lirë, që ka njëri pasi për funë atë. Ç'a thon tha, mori peshqir, liri vajti te dushi, kush vjen me vrap shtyn derën. Ç'a ke? Ishte mazuratori. Se do të ishte bashkë. Atë hashit, ishte në shkull. Oh, mirë, bukur. Po ti s'keni histori të bukur, tregoj shkurtër fare, një shkurtër, tutem. Kam sa dush, më të shikosh. Mirë. Se po përmendën ai më për letë në duhet kohë. Kush është trajneri më i mirë sipas jush në kombëtaren shqiptar? Trajneri më i mirë në kombëtaren shqiptare. Personalisht, se më përkon me kohën kur Shqipëria luajti për herë të parë në Europian dhe që isha kaq afër me federatën, Albani e di, Digital ka qenë atë sponsor general edhe bëm shumë Debiasin. E kam kështu debules. U bësh i parë nga trajneri. Ja, për ty kush është, veç, për ty kush është më i miri që ka qenë tani kombëtar? Trajnerët. Brezi trajnerëve të huaj apo dhe shqiptari? Gjithë. Mi hajt ndaj që mos për shqiptarë për të huaj. Po Shoqëreli. Po shqiptarët është Shoqëri Reli, edhe o. Dhe ka pasin por nga të huajt, nga shqiptarët është Armando Duka. Ai është trajner për presidentin. Respekt, nuk e presidenti Duka. E du fort. Është historia e futbollit shqiptar, absolutisht. A mos të snaj tha, po nga të huajt? E tha pa këtë të ndrojune, kam 2 meqe. Unë ka pëlqyer Debiazi më shumë nga gjithë. E pra dhe nga të huajt. Jo, zgjedhjet që bë presidenti jon me futbollin italian, e kuptoj, janë zgjedhjet më të mira. Normal. Por që zgjedhjet më bien përse përket çmimit që marrin, apo jo? Në raport cilësi çmimi është i mirë shumë. Apo jo? E ka ngret goxha ky pjaci. Ky Ioni që ka ardhur. Aktuali? Po, normal. Cila është ndeshja më e paharruar në karrierën tuaj e kombëtares? E paharruar? S'kam lut, po kur kemi raf Greqin. Kur kemi raf Greqin. Po, kur ke luajti. Kur ke luajti se kur ka Gjermani si kemi raf 4-3 në Anor, kemi raf 92. Edhe më bukur ka qenë tu kanë ikë dritat në Shqipëri. Edhe majtën 3-3. Edhe televizori ka 3-3. Kur kanë hap televizorin pastaj. Kur erdhën dritat? Po kur e bën minutën 92? Pa shu e hajmë ne gjithmonë 92. Po ishte me një ndrim që u bë aty në fund. Sa ndrim. Po për ty Alban? Po për ty. Ajo është shumë më e bukur ajo. Po edhe Greqis mbaj mendon. 2004 ka qenë? 2004 ka qenë. Ua, çfarë atmosferë. 2001. Ajo nisi me gol nga Murati. Pastaj Alia me një perë që zakonshme. Aty shumë gjëra që u bën bashkë që ndoli dhe ndesha me burr. E para dhe pjesa që ti lu kundër Greqisë vjen kampion e Europës. Në atë natë unë jam bërë tapu nga qefi. Duke ditë misin që kemi ne edhe me Greqinë në atë kohë, se sot jemi më ndryshe, po që donim shumë atëherë, po. Që operacioni fshesa. Fshesa tamam. U bën shumë gjëra që edhe ndeshja doli burr. Erdhën në kampion e Europës atë. Po pra po. Kampion e Europës 2004. Otoragës. A ka patur ndonjë moment nga karriera juaj, ku do ndonjë gjë që publiku nuk e di fare, që e keni majt fshehur? Jo, do bëj pyetje tjetër. Po ma fshehur shqiptari gjë. Vini spiuna me vete kur shkojnë ty shtetit? Po kemi lut nga 90-a. A jeni mbrapa 90-s, harrova. Harrova. Më bëre pyetjen e parë që the ças ka ndryshuar. Ças ka ndryshuar? Ne po them. Ka ndryshuar të gjitha, se ekipi kombëtar sot ikën me charter. Ne kemi ikë vetëm 2 herë, në autobus dhe në Irlandë dhe në Ukrainë. U thon me autobus gjithkohës? Jo, me avion, plas po me linj. Tranzit në Rom, llogarit çantat me vete, një çantë kishte ti rrobat e tua Andresa dhe çantë në aeroport tjetër aty shtritu pritje 6 orë në aeroport. Kurse sot e ke me çantë. Duke fuar çenga kostumi, pagat, transporti, çdo gjë. Ka çere tjetër, ka çere tjetër, ëh. Ti barabartë do të ikën jashtë, pa i bë qefin fare, domethënë pjesës të Albanit ku punon federat. Ti akomodohesh në hotelet më të mira, aty ku akomodohet Italia, Spanja. I kam ndjekur vet. 2014 kam shku ke gjithë ndeshjet e kombëtarit.
Genova, Gjashtë Mamen Genova, Portofino. Ue, qa jetë kena bë. Hajde. O lale, jam e lashtu. Unë losja me Digitalvin. Kush del kampion në Shqipëri nga ekipet? Vllaznia. Vllaznia del kampion? Është ekipi më i mirë për momentin. Për mua. Nuk e di. Po për ty Vllaznia Elbasan, një nga këto dy. Ose Elbasani, ëh? Ose Elbasan. Unë kam qef, unë me Albani kemi qef Elbasanin, se kemi edhe presidentin mik. Kujtimin. Kujtimi, është presidenti i Elbasanit Kujtimi, po. Dhe faktikisht po jep. Por momentalisht po gëzon Tirana do dalë nga kategoria apo jo? Uroj që ja. Edhe sa neshë duhet që shpëtoj. 7 neshë janë 21 pikë në lojë. Normal domethënë është shtrëngu shumë dhe ato që i hudhë gjithë parashikime se thoshin jo kampionati ala me këto Final Four këto akoma më i bukur po bëhet sepse ka ndryshuar formula dhe është bërë shumë herë më i bukur. Që bën ato katër pastaj luftohet lart, nuk ka skuadrat mesme të cilat nga që kanë komoditet mund të bëjnë ato transferat e neshëve ja japin një krau se është shikë gjë, domethënë kemi gjetë besoj formulën më të mirë të kampionatit ton. Besoj ky është këtë vit të jetë më i bukur, jo se rreziko dhe Tirana dhe kemi 2-3 skuadra të cilat luftojnë për titull, por që edhe Vllaznia ka një ëndër për mbas disa viteve që do me kthy titullin në Shkodër, atë entuziazmi aty është i pa imagjinueshëm dhe unë kujtoj me nostalgji neshet tona Tiranës me Vllaznin janë nga më të bukrat. Derbet dihet që Tirana Partizani historikisht ka qenë se kemi provu të dy krahët, por i dyti më thon mas këtyre derbeve me Vllaznin hy. Po të uta e burrit tim apo? Mirë, se uta mirë është. E nisi mirë. Por pati problemet e vet apo. Për kë bën tifo ti? Për të dyja. Për të dyja apo s'ta mban me thënë? Po ti Alban? Për Tiranën. Për Tiranën, ha? Është një problem që të dalë Tirana nga kategoria. Të dalë Tirana nga kategoria sot është një gjynaf i madh. Gjunavi, po si mund nuk doli njëri? A është vërtet që do të marri Zamir Mane Tirana apo jo? Janë fjalë kështu, nuk dini gjë për këtë. Nuk besoj. Jo, s'ka lidhje, jo. Era para që dëgjon, ha? Okej. Unë kam gjysmë se nuk e fjalë. Cili është sipas jush futbollisti më i mirë shqiptar i të gjitha kohërave? Për mua Sul Demollari. Vista? Për mua. E di pse? Sepse një brez përpara mbase që flitej para nesh, gjithmonë kishin për Panajot Pano. Normal se ka qenë shumë i madh si figurë, mbreti i futbollit thoshin Panajot Pano. Çka ka pa futboll? Dhe kuptoj që sa i rëndësishëm është roli një individit të një skuadër, një individ bazë me një skuadër është ajo që besoj e bën lojtarin më të madh të gjitha kohërave. Sepse ke Tirana për shembull ka pas lojtar dhe të tipit virtuos, siç ka qenë Çimuça, ka qenë virtuos. Po mase s'ka qenë një trajtshëm dhe nuk ka pas atë lloj kontributi bazë me Sul Demollari trifte vetëm. Në Sula merrte topin ke Ilir Luarasi, i mur me Gim Canen aty diku mes fushë, ke Andrea Marko shko të bote golin vet. I ka bërë gjithë meshet. I zgjidhte vetë. Ka bërë gjithë meshet 10. Ky ka lojtarët e huaj më nga lojtarët e huaj në Rumani më të mirë të gjithë. Ta zhvillojmë çik imagjinatën me brezin tuaj. Zgjedhim një formacion që do ta çojmë në Poloni. Cilët do të ishin futbollistët në fushën e Bler? Deri në Albanit parë me që është. Fillojmë portier. Strakosh në vjet apo të modhët? Modhin pra tash se i voglin e kemi ne. Strakosha. Jo, ky foto. Foto Strakosha, baba. Po, baba. Mbrojtje. Po djat mirëshi ishte Hyzmiani. Zmiani. Te hysa hyka këto futbollistat e klasit të lartë, e kupton? Geri Cipi në qendër? Ja, veli Shulku, nëse veli Shulku. Se du një çik më potent. Më potent Shulku në qendër? Se Geri në urojmë se boza zëvendës president. Oh? Po. Bravo. Urim me Geri. Bravo. Dhe është bërë me krip tani federata. Po. Majt e kam i çik vështirë. Na ndihmoj çik afrim. Ha. Tmajt. Asia Gollin ose Haxhi, një nga këto dy. Asia Gollin, po. Mes fush. Në qendër me Lirin, pse do vende një me Lirin në qendër. Do vende një me Lirin. Po pasë. Po, në qendër kemi 3-4-3, kemi 4-3-3. 4-3-3, po. Shumë mirë. Në qendër do vja Frimtola. Mirë. Nga që e ke shok apo? Ja, më në qendër i djathtë, qendër i majt është. Po. Mes fush. Mes fush. Të keqen vej Altin Lalën.
Maveçik, Lalën. Lalën 1, Skelën 2, Skelen. Okej. Gigant. Dhe Kolprenga 3. Kolprenga 3. Sul? Kolprenga ka pas emocione se për te shakas, domethënë Koli ka qenë në gjykimin tim për edhe atë që e kam parë edhe 3 njerë ka qenë nga mësueshorët më të mirë në Shqipëri. Nota 10 në pasim. Pasim ka qenë Ashtu, ha? Nota 10. Më shumë se i vëllai zorë se gjë mësueshor. Ta utë topin 70 metra me 2 komët. Për pasim do më thënë ka që mjeshtë. Mirë. Sulm këllam apo 3? 4-3. Tani Sulm. sulmi. Do vëm Taren. Taren? Bushin patjetër, se Bushi e vesh të vetë uniform. Bushi. Po. Alban Bushi dhe tjetër? Çi do më vu tjetër këtu? Sul. Të veti, thonë dhe e ve mrapa. Ke zgjedhje Bogdani, Raklin, ke plot. Pa Raklin. Raklin. Po se kemi një të lartë që është Tare, vende një. Edhe i Raklin. Një të shpejt. E rrafin Polonin me këto. Rakli sulm shkruan burim, Rakli sulm. Je rregull. Dhe sa del neshja me këtë formacionin me Polonin? 0-1 Ai do dalë edhe me 26. Po ti vure gjithë të emra për i golë? Aq. E ke patë stradën Tiranës ti që thaj ta. Po lak nuk do të fusin lak, do të shikojmë pas atë atëre konto. Tani do kalim në rubrikën sepse do e mbyllim të histori sot me ty Alban. Se afrimi është më i moderuar, është gjysh, si se bën gjysh akoma. Ti ja bë pra, ti vjen besën, 5 muaj ju. Besa ime e marr. Se përshëndes me jetë. Po. E super qit. Oh, me jetë. Mirë, dakor. Ta përshëndes dhe unë ke Përshëndetjen i gjithë. Ajnën me krenën. Po mesat e tua patjetër. Edhe kesin patjetër. Kesin patjetër. Edhe Meldën patjetër. Gjithë. Alban ta faj me ty e kam. Në vend të fjalës seks, opa. Është rubrika jon, do vëm fjalën gol. Se di jam. Po se boshëm gol jam. Se kam qenë mret. Ska gale. Do vëm fjalën ndeshje. Jo, gol. Na pra s'ke. Gol smarrojmë. Vetëm shpejt. Mund të quhesh ti lojtar goli? Në hatës ka qenë. Ai gjusha dhe jashtë. Të bësh gol. Të bësh gol do teknik apo forcë? Teknik. Me çfarë inteligencë teknik. Me çfarë këmbë para pëlqejë të bëj golat? Me të majtën, se sa laks më ka pasur. Sa gole ke bërë jetën tënde? Si marrmen. E kena nis herët karrierën. Pa i po të pyet që me trind. Po. Kur bën gol, vërtet si gjithu gol apo bën thjesht i veprim kështu që. Me vjas kena shkolla, po bën gol dhe zëvërtasin. Mos e ka dhe që thonë asgjë. Po ato që puthin bluzën, bën kështu, bëjnë kështu zemra me dorë kështu. Se kemi ashtu kohë, ka ardhur më mbrapa ja. Kështu dedikime për grup. Vërtet vetëm gol, ë? Pa, ne bëj çik kështu. Me puthje me gisht. Ka që gisht. Për ty gja. Sa golat janë anullu? Pa, kena bodhe shkrap. Ka qenë dhe portieri mirë. S'ka pas as varë, haje kollaj. Tramverës. Pam. Ti ke lujt me Kombëtare, me Tiranë, me këto. Po në lagje luje fort? Kështu me këto kalcetot, me këto me portat vogla? Aty ke lagje e gjeta datë. Golit. Aty që bona penaltin. Tjetës. Aty ke lagje, ha? Lagje më shkollë gjithë një me vete. Direkt. Prise miku. Me fik. Me gjithë ato syte. Me kokë sa gole ke bë? Me kokë? Tumenu. Apo gjitha me kokë ke? Po pas përdore kokën. Si do bëhet goli se lënom dhe ti çe ke këtë pyetje. Shtyll gol ke bënë? Pa. Shtyll gol po, ha? Po dyshe. Vazhdon të lozësh futboll sot? Pas, se kena lëm, u kam pa një ndërhyrje në mes. Po kështu, vazhdon bësh gola me fjalë, kur los. Po bëj gola. Bën gola? Bën. Pse? Ai e tha që po lym ka e kalçeta kështu gjë. Me portat vogla. Kështu bën stërvitje vetëm për të bërë gola, kështu me fjalë që gjum vetëm topa në port. Po me kemi kaluar atë kohë. E kemi kaluar atë fazë. Tash është drejt gol, ë? Ka qenë varianti i parë i atëherë. Duhet të vërtet. Goli më i bukur që ke bën jetën tënde? Çuni dhe gota. 2 prurët e mia pa. Shila dhe Seldi.
Mos fol më. Mos fol më, e mbylla. S'ke më gojë me fol. E mbylla, kisha një tjetër po e mbylla. Përshëndet amblesat, po do përshëndes edhe nipin që kam në Amerikë. Po. Inshallah më bëhet ai futbollist. Po inshallah. Si e ka emrin? Mark. Ai që është i bukur i dheu. Po i bukur i dheu. Ua. Ai bukur i dheu, po dëgjoj, ka shumë shanse më bë. Se nga të dy, do të thënë ka çik nga do bësh menaxher. Vetëm menaxher si të bëjmë unë. Tuna, faleminderit që ishit me ne sot. Dëgjoj, jam bërë shumë xhelos për Juve sot. Pse? Futbollistët tjetër kombëtarës, ose ish futbollist kombëtarës ose shok që kemi ne, sepse keni marrë ata dy më thonë mua. E më mirë dhe ju do vini një herë tjetër. Dhe keni shumë të fala nga Titi. Nga babi. Ai është babi është më i mirë. Faleminderit shumë që ishit me ne sot. Faleminderit shumë edhe suksese. Titi ishte këtu apo ishte? Ai la. Po, çdo që ka ditë. Të fala shumë presidentit Duka. Është më i miri. Faleminderit juve. Faleminderit që ishit. Para se të largohemi, Max Optica me super ulje në koleksionin Spring Summer 2026 deri në 50% ulje. Vizitat okulistike janë falas ose mund t'i blini online në maxoptica.com dhe ju vin delivery në shtëpinë tuaj syzet më të Te Maxi kemi marrë gjithë syzet është më mirë. Jo, un kam vite e di Salsano një jetë. Ashtu. Maxi kam janë do mik. Fala Maxit ku do ta kosh. Fala ti, fala Paç. Maxi me ga Maxi, Maxi gjatë ka Maxim. Maxim, po. Faleminderit shumë. Mirë ta kofshin martën tjetër, natën gjithëve.